Rritja ekonomike e Shqipërisë ka arritur në 3.51% në 3 mujorin e 2 të vitit 2025, më e larta se mesatarja e Bashkimit Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Të dhënat janë bërë publike nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, e cila në një konferencë për mediat ka prezantuar pasqyrën më të fundit mbi rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe drejtimet e reja të politikave ekonomike. Rritje e cila është ndjeshëm më e lartë se mesatarja e rritjes së Bashkimit Evropian, e cila në mesatare pra ishte 1.5%, por më e lartë edhe se zhvillimet e vendeve të rajonit, të Ballkanit Perëndimor, të cilat në mesatare ishin 2.9%, por që varionin nga 2 deri në 3%. Kjo tregon që ekonomia shqiptare vijon të jetë më dinamike se mesatarja e vendeve që na vetojnë. Sa i përket komponentëve të zhvillimit, komponentëve që kanë ndikuar në rritjen ekonomike, nga këndvështrimi i shpenzimeve, kërkesa e brendshme ka qenë ajo që ka dhënë kontributin kryesor në këtë rritje. Investimet e huaja direkte kanë arritur në 759 milion euro, me Italinë dhe Holandën si vende me fluktin më të madh. Investimet e huaja direkte vlen të përmenden dhe vlen të qëndrojmë, pasi jo vetëm kanë pasur një histori pozitive gjatë 3 mujorit të dytë, por kanë pasur një histori pozitive gjatë gjithë 3 mujorëve dhe viteve të fundit. Ato në 3 mujorin e dytë kanë arritur në nivelin 759 milion euro, duke u rritur me 8 milion euro në krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2024. Fluksi investimeve vijon të jetë i lartë nga vende si Italia dhe Holanda, të cilat historikisht kanë investuar në vendin tonë, por gjatë 6 mujorit të fundit kemi patur një rritje të investimeve dhe nga vende si Austria apo Kosova. Në strukturë, fluksi investimeve në 6 mujorin e parë të vitit është rritur në pasuri të paluajtshme, ndërsa industria ka pësuar një ulje prej 1.79%, sektori i ndërtimit ka patur kërkesë të lartë dhe pritet të vazhdojë me rritjen. Industria është një tjetër sektor i cili në 3 mujorin e dytë të vitit në tërësi në terma real është paraqitur me rënje me 1.79%. Rënja në sektorin e industrisë është ndikuar kryesisht nga industria nxjerrëse dhe aktiviteti i industrisë nxjerrëse është drejtuar nga disa kompani të cilat kanë shfaqur ngadalësim në ecurinë e aktivitetit të tyre. Vetëm në periudhën janar-gusht janë hapur mbi 21.000 biznese të reja, ndërsa qarkullimi i bizneseve është rritur me 4%. Ibrahimaj i theksoi gjithashtu se paga minimale tashmë është rritur në 50.000 lekë, ndërsa për 18 muajt e parë tatimet dhe sigurimet do të mbulohen nga qeveria.